Përshëndetje, ja ku jemi përsëri bashkë. Unë sot do të përgatis një recet tavë me patate dhe kofsha pule të pjekura në furrë. Unë patatet i kam pastruar dhe i kam prerë. Në këtë formë ju mund t'i prisni në forma si ju të dëshironi. Si fillim do të vendosim patatet në tavë dhe do t'i pjekim paraprakisht. Furrën e kemi ngrohur në temperaturën 200 gradë. Fillojmë t'i vendosim patatet. Si fillim do të spërkatim tavën me pak vaj. Nëpërmjet një furçe e përhapim në gjithë sipërfaqen e tavës vajin e olivit. Fillojmë të vendosim patatet. Është një tavë super e thjeshtë për të përgatitur, po dhe shumë e shijshme. Të gjithë na pëlqen mishi i pulës, cili nga ne mund ta përgatisi këtë tavë shumë kollaj. Unë patatet faktikisht nuk i kam marinuar, po thjesht do t'i jap fillimisht një pjekje të lehtë dhe më pas do filloj marinimin e saj. I lyhem pak me vajin që kemi lyer tavën. I spërkasim me pak krip. Unë fakt përdor këtë krip. Emalaja është krip shumë e mirë dhe ka veti të jashtëzakonshme. E vendosim në furrë, siç e tham pak më përpara, që furrën e kemi parangrohur në temperaturën 200 gradë dhe do ta vendosim për 10 deri në 15 minuta, derisa patatja ta marrë një ngjyrë tjetër, me thënë ngjyrën e parapjekjes. E vendosim në furrë. Fillojmë të përgatisim salcën për marinimin e kofshave të pulës. Rigon, piper të zi, spec të kuq, të ëmbël, jo djegës. Ju mund ta vendosni edhe spec djegës. Unë e kam vendosur spec të ëmbël sepse po përdor specin djegës. Ka njerëz që e pëlqejnë specin djegës ta kenë sa më shumë në gatim. Spec të bluar, salcë domate. Do të vendosim gjysmën e vajit të ullirit. Pjesën tjetër do ta vendosim ke patatet, mbasi ka bërë atë parapjekjen e parë. I përzijmë të gjitha bashkë. Vendosim edhe kripën. E përgatitëm edhe salcën, fillojmë të vendosim kofshat e pulës për t'i marinuar. Do t'i lëm marinohen për aq kohë sa patatet do të marrin atë pjekjen e parë. I lëm për 10 deri në 15 minuta na marinohen. Kofshat e pulës na janë marinuar, tani do të nxjerrim patatet nga fura. Fillojmë të vendosim kofshat ke tava. Do t'i vendosim me hudhrat. Unë në fakt, çdo lloj gatimi e përdor shumë hudhrën, sidomos kur përdor mish. E vendosim dhe patatet. I vendosim dhe pjesën e marinimit. Do t'i vendosim edhe pak krip. I vendosim dhe vajin e ullirit. I marinuam edhe patatet me salcën që përgatitëm, ku marinuam kofshat e pulës. Tani do ta vendosim në furrë, po në këtë temperaturë, në temperaturën 200 gradë. Tava na ka përfunduar, na është bërë shumë e mirë, të paktën në sy, tani na ngelet vetëm ta shijojmë.
kemi gati. Tani I vendosim dhe një gjethe borziloku, sipas dëshirës, si ju të dëshironi. Edhe një degëz. Ju bëf të mirë.